Dhe unë besoj se sfida e lëvizjes së re është që ne ta arsyetojmë faktin se duhet një shpirt i ri. Një shpirt i ri politik, një kulturë e re politike dhe një gjuhë e re politike e cila do të na ndërtojë. Një kuptim të ri, një traditë të re, zakone të reja dhe brez të ri me sjellje dhe vendime dura, guzimtarësh, jo inganatësh, fjalëmbajtësish, jo rënacatësh. Unë jo rastësisht e kam thënë shpeshherë batutën time. Në vitin 1990, Spiro, ne themi se fituam pluralizmin politik. Por unë them, në fakt, i vetmi pluralizm që kemi fituar në 90-ën, e dini kush është? E dini kush është? Është multi personaliteti që kemi brenda ne, çdo shqiptar ka 10 personalitete. Shumë ftyrësia. Ne kemi 10, i vetmi pluralizm që kemi fituar është shumë personalitetet që janë brenda një njeriu. Si e takon mëngjes, si e takon drek, si e takon drek, si e takon mbasdite, si e takon mbasdite, si e takon darkë, si e sheh në shtëpi, nuk e sheh jashtë shtëpisë, si e sheh me fëmijë, nuk e sheh tek puna, si e sheh tek puna, nuk e sheh me shokun. Janë totalisht të pa kuptueshëm, të pa lexueshëm dhe fatkeqësisht pa besueshëm. Fatkeqësisht të pa besueshëm. Atëherë pyetja është, në qoftë se ne i gëzojmë multipersonalitetin pra këtij pluralizmi, a themi se kjo na krijon mundësi për kontraktualitet? Që nga Jean-Jacques Rousseau flitet për kontraktualitetin social. Që ku ka filluar të flitet për shtetbërje si një koncept mes marrëdhës dhe djapës, është folur gjithmonë për kontratën. Po kush e bën kontratën? Kontratë nuk është thjesht dy palë që bëjnë një kontratë. Po janë dy palë që mbajnë fjalën, more. Janë dy palë që kanë cip, more. Janë dy palë që i qëndrojnë parimeve, vlerave, dhe thonë po, unë që firmos të kontratë, mbaj përgjegjësi dhe jap llogari për të kontratë. Po shteti është i pacip. Politikanët janë pacip. Institucionet janë pacipa. Qytetarët me 10 personalitete. Më thoni pak ju, cilës kontrate do t'i besonit ju? Cilës kontrate do mundin t'i besonit ju sot, këtu në Shqipëri? Cilës kontrate? Premtimeve? Zotimeve? Programeve politike? Cilës kontratë? Andaj, ne duhet të nisim si lëvizje e re, përpjekjen për të ndërtuar më së paku një palë kontraktuale. Pra palën fjalëmbajtëse, përgjegjësimbajtëse, llogaridhënëse. Ndaj ky kuvend sot tu, pikën e parë dhe shtyllën e parë programatike, dini kush është? Ndërtimi i palës tonë. Ne mundemi